Mirë se vini në këtë shpjegues thellësisht interesant të një prej teksteve më të shkurtra, por sinqerisht ndoshta një nga më urgjentët në të gjithë Biblën. Bëhet fjalë për letrën e dytë të Gjonit. Së bashku do të zbulojmë një mesazh jashtëzakonisht të fuqishëm që funksionon si një paralajmërim i ngrohtë, por i prerë kundër mashtrimit shpirtëror. Është një analizë që do t'ju tregoj se si ky tekst antik është bërë fiks për të mbrojtur dhe udhëhequr besimtarët edhe sot. Okej, le të shohim pak se si do të rrjedh ky udhëtimi ynë. Do të fillojmë me kontekstin historik. Më pas, do të eksplorojmë misterin e zonjës së zgjedhur. Nga aty, kalojmë te lidhja thelbësore mes dashurisë dhe të vërtetës. Pastaj te rreziku i mashtruesve shpirtëror dhe në fund, pse kjo ka kaq shumë rëndësi për botën ku jetojmë sot. Fillonim me pjesën e parë. Konteksti historik, autori dhe kriza që e shkaktoi këtë letër. Për të kuptuar vërtet peshën e fjalëve këtu, duhet të dimë se kush po flet. Kemi të bëjmë me apostullin Gjon, i njëjti person që shkroi Ungjillin sipas Gjonit dhe zbulesën. Dhe ja cila ishte situata. Kishat e hershme nuk po kalonin thjesht sa zënka të vogla organizative, absolutisht jo. Ato ishin në një sulm të vërtet nga mësime të rreme. Kriza ishte specifike dhe urgjente, sepse kishte lëvizje njerëzish që po mohonin haptazi identitetin e vërtet të Jezësit. Kalojmë te pjesa e dytë. Kush është zonja e zgjedhur? Ky është marrësesi paksa misterioz i këtij mesazhi. Tani, një detaj vërtet interesant këtu është se Gjoni ja drejton letrën specifikisht zonjës së zgjedhur dhe fëmijëve të saj. Çfarë do të thotë kjo? Studiuesit kanë dy ide kryesore. Mund të jetë fjalë për fjalë një grua e njohur besimtare dhe familja e saj biologjike, por nga ana tjetër mund të jetë një gjuhë e koduar, simbolike, për një kishë lokale për të mbrojtur anëtarët e saj nga rreziqet publike të kohës. Por e dini çfarë është thelbësore? Pavarësisht interpretimit, thelbi i mesazhit për të qenë sy hapur dhe të kujdesshëm mbetet saktësisht i njëjtë. Kjo na çon natyrshëm te pjesa e tretë, dashuria dhe e vërteta. Kjo është, në thelb, mburoja teologjike për të cilën bën thirrje autori. E vërteta është një fjalë që shfaqet pa pushim në këto pak rreshta. Vargu thelbësor thotë: "U gëzova shumë që gjeta disa nga fëmijët e tu duke ecur në të vërtetën." Vini re diçka, ai thotë duke ecur. Ai nuk thot thjesht duke e ditur. Burimi junë thekson se të krishterët nuk duhet ta mbajnë të vërtetën thjesht si një ide abstrakte në kokë. Jo, ata duhet të ecin në të, që do të thotë ta jetojnë aktivisht çdo ditë, pa devijuar. Le ta vendosim këtë pak në perspektivë. Sot dëgjojmë vazhdimisht kulturën moderne të thotë gjëra si secili ka të vërtetën e tij, është ai relativizmi i famshëm moral, por e vërteta biblike që po analizojmë funksionon mbi një standard komplet tjetër. Ajo nuk është subjektive. Jezusi nuk paraqitet si një nga shumë të vërtetat, por si thelbi absolut, rruga, e vërteta dhe jeta. Dhe pikërisht këtu ndodh ajo përplasje e madhe me mentalitetin e sotëm. Por prisni, se ka edhe më. Kjo e vërtet bashkohet në mënyrë të pandashme me dashurinë. Vargu vijus thot: "Dhe kjo është dashuria, të ecim sipas urdhërimeve të tij." Për Gjonin, dashuria nuk është thjesht një emocion i bukur kalimtar. Të duash vërtet do të thotë të bindesh urdhërimeve hynore. Është një paketë plot e lidhur fort me atë të vërtet absolute për të cilën sapo folëm. Dhe kjo qasje na përplas sërish me diçka thelbësore sot. Bota laike e barazon dashurinë me tolerancën pa kufi, pranimin e çdo gjëje, bazuar pastër te ndjenjat, por dashuria biblike është ndryshe. Ajo synon të mirën e vërtet, qëndron fort në të vërtetën dhe nuk bën kompromis me standardet e Perëndis. Thën troç, sipas këtij teksti, një dashuri që injoron të vërtetën nuk është vërtet dashuri. Kalojmë te pjesa e katërt. Ky ishte thelbi i problemit për kishën e hershme, rreziku nga mashtruesit shpirtëror. Dhe ja ku vjen paralajmërimi drejt për drejt, sepse shumë mashtrues kanë dalë në botë. Gjoni është serioz dhe nuk po zbukuron fjalët. Ai po e bën të qartë se kisha po përballej me një rrezik tejet agresiv. Këta individ po përpiqeshin me çdo kusht të shkatronin nga brenda themelet e besimit të asaj kohe. Ndaj pyetja që na lind natyrshëm teksa lexojmë këtë është, në fakt, ose më sakt, kush ishin pikërisht këta mashtrues? Çfarë predikonin ata që tmerroi kaq shumë një apostull? Historikisht, profili i tyre është shumë i qartë. Ata bënin tre gjëra. Së pari, mohonin që Jezusi erdhi si njeri prej mishi. Së dyti, ata merrnin të vërtetën dhe e shtrembëronin. Dhe së treti, qëllimi i tyre i vetëm ishte të devijonin besimtarët larg kishës së vërtetë. Paralajmërimi i Gjonit është drastik këtu. Ai i thot kishës të mos u ofrojë atyre asnjë mbështetje mikpritëse, sepse inkurajimi i tyre është në thelb të inkurajosh mashtrimin. Pra, i gjithë diskutimi arrin kulmin këtu. Kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka Atin dhe Birin.
Është kaq e qartë. Nuk ka besim të vërtet jashtë mësimeve të Jezusit. Kur një komunitet largohet nga kjo doktrinë bazë, ai nuk po ndryshon thjesht stilin e besimit, por fjalë për fjalë po pret degën ku qëndron. Dhe kështu mbërrim te pjesa e 5, rëndësia për botën e sotme. A shërben ende kjo spirancë e lashtë? Përgjigja e shkurtër është po dhe me shumë forcë. Paralelet janë absolutisht befasuese. Ne jemi po aq, në mos më shumë, të zhytur në konfuzion shpirtëror dhe relativizëm moral. Imagjinoni atë oqean të pafund informacioni digital me të cilin përballemi çdo ditë. Ndjekim influencerë që duken mjaft frymëzues, por që shpesh s'kan asnjë lidhje me të vërtetën biblike. Ky mesazh antik nuk i flet vetëm shekullit të parë, është si të ishte shkruar fiks për realitetin ton. Atëherë, cila është mburoja jonë sot? Është ajo që quhet discernim, aftësia për të dalluar. Por kujdes, nuk është diçka që thjesht e fitojmë duke qëndruar urt. Është praktik. Është praktika jetike e njohjes së shkrimeve, e testimit të çdo mësimi përpara se ta fusim në mendje dhe refuzimi kategorik për të ndjekur verbërisht çdo trend të ri vetëm sepse po e bëjnë të gjithë. Dhe kjo na sjell në këtë përbledhje brillante vizuale që tregon thelbin e gjithçkaje që diskutuam. Dashuria, pa të vërtetën, humb rrugën, kthehet në një tolerancë të rrezikshme. Por nga ana tjetër, e vërteta pa dashuri humb zemrën e saj dhe kthehet në një ligjësi të thatë e mizore. Ekuilibri ideal kërkon të dyja. Kështu që sfida me të cilën po ju lë sot është kjo. Përballë këtij bombardimit të përditshëm mesazhesh dhe idesh të reja, a jemi vërtet duke ruajtur këtë balancë thelbësore mes dashurisë dhe të vërtetës?